Një gotë roze. Të pim një gotë roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze. 2 gota roze. Një gotë 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 roze. Në një gotë roze me Roza Merat. Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot pas dite në një gotë roze. E ardhmja gjithmonë për ne është një mister. Megjithatë, ne nuk ngurohem që sa herë na jepet mundësia të dëgjojmë diçka për shenjën të cilës ne i përkasim. Për të gjithë ata që janë ndjekës së rregullt të horoskopit, por edhe për ata që dëgjojnë ndonjëherë, ne sot do të jemi në studio me astrologen Kristanthi Kalogjeri. Ajo ka ardhur sot posaçërisht nga Greqia për të shijuar një gotë roze bashkë me mua. Kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Faleminderit, mirë se erdhe Kristanthi. Është kënaqësi të të kem sot në studio. Faleminderit, kënaqësia është e gjithja ime. Dhe emisionin tuaj e ndjek dhe më pëlqen veçanërisht, po në përgjithësi ndiem e mrekulluar dhe shumë e kënaqur sa herë që gjendem në atë dhe në Tiranë. Sigurisht, Shqipëria gjithmonë është ai vendi ku gjithmonë kthehemi me mall të madh. Kristanthi, a është populli grek kaq kurioz sa ne për ditur për të ardhmen? Më shumë kurioz se ju, dhe nuk është çështje kurioziteti astrologjia. Madje astrologjia ka rënjët në lashtësinë greke, janë shumë të preokupuar, ka njerëz shumë të thjeshtë që bëjnë një punë tjetër, punë të tjera dhe dinë mirë astrologjin, janë njohës të astrologjisë, sepse astrologjia përveç se ndihmon vetveten, e njeh vetveten, kështu që duke njohur mirë vetveten, karakterin tënd, potencialin tënd, dobësitë tua, mund të ndryshosh disa gjëra. Të gjitha nuk do të ndryshosh, se le të themi iniciativa e njeriut, pra iniciativa që ne marrim dhe fati, janë diku të mplekshura, të implikuara me njëri tjetrin. Unë sot do doja që ne të ndalemi pak tek e përgjithshmja, pastaj do ndalemi tek secila shenja horoskopit. Më thuaj pak si paraqitet vera dhe pranvera për të 12 shenjat e horoskopit? Në maj, se po flasim tani jemi në maj, do të jemi më të fokusuar, do të vazhdojmë të jemi të fokusuar në çështjen financiare. Pra do të na preokupojnë financat dhe do të na preokupojnë dhe pronat. Madje, në fund të muajit maj dhe në fillim të qershorit, kemi një lidhje harmonike të Plutonit me Jupiterin, ku atje do të kemi një ristart të ekonomisë, do të na preokupojnë akoma më tepër dhe do të kemi zhvillime në fushën financiare, por njëkohësisht do të kemi dhe zhvillime në fushën teknologjike dhe në atë që ka të bëjë me inteligjencën ndoshta artificiale. Pra do të kemi zbulime në fushën teknologjike, po dhe do të kemi preokupime në çështje që kanë të bëjnë me financat. Dhe në përgjithësi vera do të jetë më e lehtë, pra ne do të kemi dëshirë të jetojmë jetën tonë të përditshme, do të kemi dëshirë të mbledhim eksperienca të thjeshta nga përditshmëria jonë, do të jemi më të përqendruar në komunikimin me njerëzit, të përmirësojmë përditshmërinë tonë dhe tu qëndrojmë gjërave më tepër në sipërfaqe. Cilat janë, zonja Kristanthi, shenjat më të favorizuara gjatë pranverës dhe verës? Po, deri në 26 maj do jenë më të favorizuar
shenjat të lindurit në ditët e fundit të shenjave të tokës, do me thënë Demi, Briciapi, Virgjeresha, dhe pas datës 26 maj, do me thënë nga data 27 maj e tutje, flasim dhe në shtator, më të favorizuar do t'jenë binjakët, do t'jenë peshorja dhe do t'jetë dhe ujori. Dhe në përgjithësi, shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarit në vijat të përgjithshme këto. Po binjakët janë ata që janë në krye të listës si më të favorizuarit, se planeti, fatit, i zhvillimit, i përparimit, i shumëzimit në kuptimin metaforik të fjalës, do të kaloj në shenjën e tyre. Por, Jupiteri në shenjën e binjakëve premton sasi dhe nuk premton cilësi. Prandaj, Kujdes, sasia dhe jo cilësia. Duhet të fokusoni te cilësia. Po datat veçanta, kemi në këto dy stin? Datë veçanta, mund të themi fundi i majt dhe fillimi i qershorit. Në datën 3 qershor, për shembull, ka një lidhje harmonike Jupiteri me Plutonin, që e theksova më parë, do të na preokupojnë këto çështjet financiare, ndikojnë më tepër këta shenjë të përfaqësues të shenjës së ajrit, binjakët, peshorja, ujori, ku do të kenë ndryshime rrënjësore, thelbësore, edhe pse këto ndryshime ndonjëherë mund të mos jenë shumë pozitive, ose ata të mos të ndjejnë shumë pozitivisht, mund të vinë si pasojë mbyllje të një kapitulli. Këto do bënë për të mirën e tyre, për të shkuar disa hapa më tutje. Data pastaj e veçantë është dhe data 14 dhe 15 korrik, ku do kemi kështu tendenca për të rthyer marrëdhëniet, për të shpërthyer, për aksidente, ndoshta të vogla, po duhet jemi të kujdesshëm. Paralelisht kemi një hënë të re në datën 6 qershore, cila na sjell përpara përgjegjësisë, po dhe përpara vështirësive dhe ku mund të bëjnë spastrime në fusha të ndryshme të jetës tonë, varet ku e ka horoskopin e secilit. Paralelisht kemi një periudhë të vështirë në gusht, sidomos nga data, në qoftë se nuk gaboj, nga data 14-15 gusht deri në 17 gusht, për mos të thënë deri në 23 gusht dhe deri në fund të gushtit, ku duhet të mbrojmë marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tona, ku duhet të evitojmë këto situata tensionuese, shpërthyese, konfliktet, dhe kjo si një periudhë më tensionuese, dhe paralelisht një hënë e plot, e cila bëhet në datën 19 gusht dhe na sjell përpara ndryshimeve dhe përpara na nxjerr nga ajo zona komforte që ne mund të. Ka ardhur momenti tashmë të fillojmë me secilën shenjë, besoj që të gjithë zonjat, po dhe bashkëshortët e tyre janë stacionuar tek MCN televizion, sepse janë kurioz, ju dëgjojnë se çfarë do të na thoni për shenjat e horoskopit. Do të fillojmë me shenjën e parë, e cila është dashi. Si është shenja e dashit, ekonomia, dashuria, për tjera do flisni ju? Dashi deri në fund të muajit maj të jetë i përqendruar në sferën financiare, ku duhet të vazhdoj të jetë parashikues, do të ketë përfitime deri në fund të majit, por duhet të vazhdoj të jetë parashikues deri dhe në vitet e ardhshme, dhe sidomos dhe atje në gusht që thamë. Në periudhën që vijon, pra nga qershori dhe tutje, të fokusohet më tepër në komunikimin e tij, pra në zgjerimin e klientelës, në kontaktet që duhet të bëj për të promovuar punën, dhe në të njëjtën kohë është një periudhë shumë e rëndësishme për ju, veçanërisht për marrëdhëniet dhe për bashkëpunimet tuaja. Ju do të shikoni ndryshime në këtë sferë, njerëz të cilët do të lënë gjurmë në jetën tuaj, do hynë dhe do të ndryshojnë këtë sferën e marrëdhënieve dhe të bashkëpunimeve. Deri në datën 9 qershor, do të jeni shumë
aktiv, plot gjallëri dhe veprimtari, por duhet të evitoni kokforcin, nxitimin, impulsivitetin, pasi këto mund t'ju udhëheqin në gabime. Ndërkohë që në 10 ditën e dytë të qershorit dhe në pjesën më të madhe të korrikut, duhet të jeni më të fokusuar në aksin ose në boshtin familje dhe punë, të sillni një ekuilibër midis karrierës dhe familjes tuaj dhe pas datës 20 ca korrik dhe pothuajse në pjesën më të madhe të gushtit, është një periudhë shumë e mirë për ju, një periudhë erotike, po dhe një periudhë ku mund të krijoni dhe të shikoni realizimin e një vepre që ju intereson, madje me hënën e re në datën 4 gusht, mund të filloni një veprimtari biznesi, por të dini që iniciativat që do të merrni kërkojnë shumë punë dhe kërkojnë guxim dhe një kujdes. Kemi përfunduar me shenjën e dashit. Por mund të flasim deri pastaj, po kaq. Me dashurin? Po e tham, gushti është një muaj erotik. Erotik, a? Është një muaj erotik gushti. E dashi kujdes. Dhe në përgjithësi marrëdhëniet dhe bashkëpunimet e tyre, do më thënë dhe flas dhe për marrëdhëniet bashkëshortore dhe për marrëdhëniet personale, sepse atje ndodhen eklipsi në aksin dash dhe peshore, ka ndodhur gjithë eklipset dhe vazhdojnë të jenë lidhjet e hënës atje, kështu që sjellin ndryshime karmike, çdo thot ndryshime karmike, ndryshime në marrëdhëniet, në bashkëpunimet e tyre dhe në akset kryesore të jetës së tyre, që do të ndodhin pavarësisht nga iniciativat e tyre dhe do të jenë një shtytje e mëtejshme për ta. Do të shkojmë me shenjën tjetër me demin. Demi, po. Vazhdoni të jeni të favorizuarit dhe deri në pothuajse në fund të majit dhe në datën 26, jeni shumë të favorizuar ju të lindurit në 6 ditët e fundit të shenjës, të cilët gjendeni dhe përpara ndryshimeve. Përfitoni nga ky shans për zhvillim dhe përparim në fushat që ju interesojnë të jetës tuaj. Megjithatë, në qoftë se doni të bëni në thonjza një kryengritje, pra në emër të lirisë doni të bëni disa ndryshime në jetën tuaj, vërtetoni se këto ndryshimet janë, i shikoni me një sy të drejtë dhe janë ndryshime që do t'ju çojnë në një zhvillim pozitiv më poshtë. Në pjesën e dytë, do më thëmë pas datës 26 maj, fokusoni më tepër në sferën tuaj financiare. Gjatë gjithë periudhës të verës fokusoni tek financat tuaja. Kujdes në lëvizjet financiare që do të bëni në qershor, aty duhet jeni më të përmbajtur, po më të përmbajtur dhe në gusht. Një hënë e plotë e cila zhvillohet në datën 19 gusht për ju vë përpara ndryshimeve në akset kryesore të jetës tuaj dhe kërkon që të jeni të përmbajtur në përsa ka të bëj me marrëdhëniet tuaja, qoftë këto marrëdhënie personale, por dhe marrëdhënie profesionale. Njëkohësisht, korriku është një muaj shumë i mirë, ku mund të fokusoni tek qëllimet dhe të synimet tuaja, të zgjeroni rjetin tuaj social, por të gjitha këto t'i bëni duke qenë sa më afër realitetit. Sidomos ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, kujdes në datën 14 dhe 15 korrik, ku është një periudhë pak tensionuese për ju. Kalojmë tek shenja tjetër, unë nuk po ju ndërhy sepse po i marr gjithë kënaqësinë të gjithë shenja e po gjej miqtë e mi në përfjalët që ju thoni. Ndërkohë jemi tek shenja tjetër, binjakët. Binjakët. Pra tham, jeni një nga më të favorizuarit e pra verës dhe të verës, ë? Nga data 27 maj kalon Jupiteri në shenjën e binjakëve, do të qëndroj deri në maj e 2025. Binjakët, shenja më me fat e horoskopit. Ka gjithmonë një por, ë? Po, ka gjithmonë një por. Për arsye sepse binjakët do t'i ndajmë tani në 10 ditë, sepse atje bëhet një mix planetësh. Ju që jeni të lindur në 10 ditëshin e parë të shenjës dhe në fillim të 10 ditëshit të dytë,
çfarë dua të them me këtë, ju të jeni të lindur në maj dhe në fillim të qershorit, të cilët do të çliroheni nga prangat e Saturnit, do iki Saturni nga ju dhe nuk do kthehet sërish, pra ju i keni marrë mësimet tuaja, në qoftë se ju vazhdoni të jeni në një punë ose vazhdoni të jeni në një marrëdhënie, erdhi koha tani të shpërbleni për sakrificat që keni bërë, për punën që keni treguar aty, dhe Jupiteri ju sjell shanse shumë të mira që mund të përfitoni në jetën tuaj personale, për një lidhje, sepse Jupiteri është dhe përfaqësuesi shtëpisë tuaj të 7, kështu që bashkëpunëtorët dhe i dashuri bashkëshorti do t'ju afrohet akoma më tepër. Në ndryshime thelbësore jeni ju të lindurit në ditët e para, në fillim fare të shenjës, që sa po i keni ndjerë këto ndryshime, ndërkohë që ju të lindurit në 10 ditëshin e 2 të shenjës, duhet të mos leni pas dore punën, sepse Jupiteri mund t'ju bëj entusiast, mund t'ju bëj, do më thënë, të lini pak pas dore të tjerat dhe të përjetoni atë entusiasmin që ju jep dhe jeni njerëz që ju pëlqejnë eksperiencat. Prandaj, të jeni të ndërgjegjshëm, të jeni të disiplinuar në punë, sepse më vonë ju do të shpërbleni. Kujdes në një hënë të re e cila bëhet në datën 6 qershor, dhe atje ndoshta do duhet të bëni spastrime në bashkëpunimet tuaja, spastrime në çka ka të bëjë në karrierën, në sferën profesionale. Ndërkohë që ju të lindurit në 10 ditëshin e 3 të shenjës, shumë të kujdesshëm në jetën tuaj sociale, në jetën tuaj profesionale, mos bëni gabime që mund t'ju ekspozojnë dhe mos u implikoni sidomos në situata të fsheta, në situata që nesër pas nesër mund t'ju ekspozojnë dhe të krijojnë një skandal. Ndërkohë, flasi për gaforen? Po, le të kalojmë te gaforja, ju përfitoni shumë përsa ka të bëjë rjetit tuaj shoqëror, social, deri në fund të majit. Aty do të keni mundësi të gjeni dhe mbështetje për synimet dhe qëllimet tuaja, ndërkohë që nga fundi majit dhe në vijim, përqëndroni më tepër në planet që juve doni të bëni për të ardhmen. Pas një viti, Jupiteri që kalon në shenjën tuaj, do t'ju jap gjitha të potencialin që atë para përgatitjen që ju keni bërë, ta nxjini jashtë dhe të korni suksese. Le të përqendrohemi në periudhën e verës dhe të themi që pjesa 10 ditësh i fundit i qershorit dhe pjesa më e madhe korrikut është një periudhë shumë interesante për ju. Madje zhvillojnë 2 hëna të plota në shenjën tuaj, shumë të kujdesshëm dhe ju të lindurit në ditët e para të shenjës, po dhe ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, të lindurit në 3-4 ditët e fundit dhe të lindurit dhe në ditën e fundit të shenjës. Ju të lindurit në ditën e fundit të shenjës jeni përpara ndryshimeve thelbësore të jetës tuaj, ku do ta shikoni jetën tuaj të shkojë në një rrugë të re, në një rrugë tjetër. Ndërkohë që ju të lindurit në mes të shenjës dhe në përgjithësi ju të gafores, jeni në një fazë ku nga një anë mund të vështirësoheni, nga një anë mund të keni ndryshime, por të dini se të gjitha ato që ju realizoni dhe i mbani këto 2 vite, do të keni mundësi t'i keni për shumë vite më pas. Pra çfarë bëhet, ju përforconi pozitat tuaja. Pozitat tuaja në sferën profesionale, por dhe në jetën tuaj personale. Një hënë e re e cila zhvillohet në datën 6 korrik, forcon këto pozitat që sa po fola, ndërkohë që me hënën e plot e cila zhvillohet në datën 22 qershor dhe me një hënë të plot e cila zhvillohet në datën 23 korrik, në qoftë se nuk bëj gabim dhe nuk bëj gabim, të jeni më të fokusuar,
sidomos ju të kjo hëna e plot që bëhet në datën 23, të dini këto ndryshime që bëni bazohen në realitet. I shikoni mirë realitetin, apo jeni më tepër rimtar dhe më tepër të ndikuar nga ana juaj emocionale, sentimentale, sepse ju jeni dhe njerëz të ndjenjave. Emocionale. Pra jeni njerëz të ndjenjave. Megjithatë nuk është një periudhë e mirë për ju. Ju keni mbaruar me ato ndryshimet që ndoshta ju kanë mërzitur dhe për disa vite. I kemi hedhur pas krave. Bravo, ju kanë torturuar. Keni dhe ju, ndikojnë dhe të kju eklipset dhe mund të shikoni dhe të kju të keni ndryshime në akset kryesore të jetës, që mund të jenë familja dhe karjera. Po paraja si shkon të gaforet? Po unë në përgjithësi kam përshtypjen se ju dole ku juve, sepse në shenjën tuaj Jupiteri, që është, le të themi, planeti i shumicës, i fatit dhe i bollëkut, është shenja ku ndihet shumë mirë, është shenja ku ka arin pikën kulminate të ti, nuk e din qofse shpreh mirë, nga ana, po. Majën e gjithë shkaje. Majën e gjithë shkaje. Ndërkohë, do të kalojmë të shenja Virgjëreshës, mos gaboj. Jo, tani te Luani. Do Luani tani. Dua Luani tani. O, dua Virgjëreshën në ora Shevdisha. Shiko, unë duhet ju bëj disa mësime, më duket. Të fillojmë nga mësimet basë. Unë jam e apasionuar për renditjen e shenjave, e ngatrojnë do njerë. Luani. Të kalojmë tek Luani, po. Një periudhë e mirë dhe për ju. Tani, gjatë muajt maj të jeni të fokusuar më tepër në karjerën tuaj, në sferën profesionale, ku do të keni shanse, ku do të keni sugjerime, propozime të reja, por paralelisht mund të bëni dhe disa ndryshime. Këto ndryshime mund të vinë nga faktorë të tjerë, mund të vinë nga bashkëpunëtorët, po mund të vinë dhe si pasoj iniciativave që ju doni të merrni. Në një fazë ndryshime shënjësore, jeni ju të lindurit në fillim të shenjës. Dhe këto ndryshime ndodhin në fushën e bashkëpunime dhe në fushën e marrëdhënieve tuaja. Pra, në qoftë se jeni beqar, mund të gjendeni me një person të rëndësishëm i cili do ju në jetën tuaj, dhe në qoftë se jeni në një lidhje, kujdes, ruani, mbrojeni marrëdhënien, në qoftë se jeni të interesuar për të. Por, në fazë ndryshimesh, jeni dhe ju të lindurit në 10 ditën e fundit të shenjës dhe sidomos ju të lindurit në ditët e fundit, të cilët duhet jeni më të kujdesshëm aty në gusht. Gushti është një muaj shumë interesant për ju dhe nga fundi korikut, pra 10 ditë që fundi korikut dhe pjesa më e madhe e gushtit, është shumë interesante për ju. Keni aty një hënë të re, ku ju premton fillime të reja me iniciative shumë të rëndësishme për jetën tuaj personale, por dhe për jetën tuaj profesionale, por do të thoshja që dhe periudha e majt dhe periudha e qershorit është një periudhë shumë e mirë për të bërë një planifikim për të ardhmen, për të bërë ndryshime në planet tuaja lidhur me të ardhmen, dhe në përgjithësi, gjithë periudha në vijim do t'jetë një periudhë ku do t'keni mundësi të gjeni njerëz që do t'ju mbështesin, të gjeni njerëz që do të mbështesin synimet dhe planet tuaja, dhe njëkohësisht të zgjeroni rjetin tuaj social dhe shoqëror. Këto në vija të përgjithshme, për Luanin, do të konsumoj pak rozet, kalem në publicitet. Sot do të flasim vetëm për shenjat e horoskopit. Dhe mua më pëlqen shumë. Kështu që për gjithë ata që nuk e kanë dëgjuar ende emrin e shenjës së tyre, duhet presim pak pas publicitetit të rikthehemi me zonjën Kristafi. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Një Gotë Roze dhe sot jemi dedikuar tërësisht shenjave të horoskopit. Kemi zonjën Krisanti, e cila ka ardhur posaçërisht nga Greqia për Një Gotë Roze dhe kemi mbërritur tek shenja e Virgjëreshës, që është edhe shenja juaj personale. Është dhe shenja ime dhe shenja
Shenja e shumë njerëzve të anë të dashur. Po, shumë bukur. Atëherë, të kalëm të Virgjëresha, një periudhë shumë e mirë për ju deri në fund të majit, deri në datën 26 maj, fokusoni në planet që keni ju për të ardhmen. Ku atje do të keni zhvillim dhe përparim, por paralelisht gjatë periudhës keni bërë dhe do të bëni dhe ndryshime në lidhje me këto plane. Madje këto zhvillime, këto përparime dhe këto ndryshime kanë të bëjnë me të ardhmen, kanë të bëjnë me jetën tuaj, por kanë të bëjnë dhe me plane që kanë të bëjnë me studime, me plane që kanë të bëjnë me jashtetit, me plane që kanë të bëjnë me një projekt në përgjithësi, po përpiqeni që këto projekte të jenë sa më afat shkurtër. Pas datës 26 maj, fokusoni tek puna juaj, fokusoni tek karriera juaj. Jeni njerëz të punës dhe erdhi momenti që të regoni gjithë talentet tuaja. Ju të lindurit në gusht dhe në ditët e para të shtatorit, të cilët i keni kaluar këtë periudhën e vështirësive të Saturnit, megjithëse Saturni është një shenjë që ju abjentojni me atë, do të keni mundësi që të shkoni përpara të shpërbleni për punën tuaj, por dhe tani një marrëdhënie që ju kishit tashmë i ka dhënë provat e saj, kështu që mund të merrni vendime për ta çuar atë më tutje, pra ta kurorëzoni me sukses, por njëkohësisht të shpërbleni dhe në fushën tuaj profesionale. Ndërkohë që ju të lindurit në 10 ditëshin e 2 të shenjës, vazhdoni të jeni të kujdesshëm, si në sferën profesionale, ashtu dhe në marrëdhëniet dhe në bashkëpunimet tuaja. Më të kujdesshëm në qershor, parësi në qershor është një periudhë me kërkesa të larta për ju, me kërkesa të larta kryesisht në sferën profesionale, por me kërkesa të larta dhe në marrëdhëniet tuaja. Shumë të kujdesshëm në jetën tuaj personale dhe në bashkëpunimet tuaja, duhet të jeni ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës. Mos idealizoni gjërat, mos i ngrini bashkëpunëtorët tuaj ose një të dashur që mund të takoni në pjedestal, ose në qoftë se do kaloni një vështirësi, një ndarje, një pengesë, mos u dëshpëroni përpara do ta gjeni veten dhe do të shikoni se gjërat do të ecin shumë mirë për ju. Një periudhë shumë e mirë është koriku, ku atje do të mbështeten qëllimet dhe synimet tuaja, dhe do të gjeni dhe njerëz që do të mbështesin këto projekte që ju keni, ndërkohë që në gusht veproni më të tërhequr, mbroni marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja, më të kujdesshëm nga datat 14-15, pothuajse deri në fund të gushtit, në marrëdhëniet tuaja, në bashkëpunimet tuaja, dhe nga data 5 gusht, përfaqësuesi juaj Mërkuri kthehet dhe në prapavi, prandaj rishikoni dhe njerë planet tuaja, rishikoni dhe njerë projekte tuaja, dhe në qoftë se hasni pengesa, mos u mposhtni, jeni njerëz që ju dini ta organizoni mirë jetën tuaj. Të kalojmë tek shenja e peshores. Peshorja. Do të thoshja jeni dhe ju nga më të favorizuarit e vitit, deri në fund të majit do të keni mbështetje dhe mbështetje si nga ana psikologjike ashtu dhe nga ana materiale, ndërkohë që pas datës 26 maj fillon një periudhë akoma më favorizuese për ju. Kjo periudha favorizuese ka të bëjë me planet që ju keni për jetën tuaj. Ju të lindurit në ditët e para të shenjës do të keni ndryshime thelbësore, ndryshime rrënjësore, dhe këto ndryshime kanë të bëjnë dhe me jetën tuaj erotike, dhe me planet që keni për fëmijët, por dhe me planet që keni lidhur me një investim, dhe me planet që keni lidhur me të ardhmen. Përfitoni nga kjo periudhë, sepse jo gjithmonë paraqiten periudha të tilla në jetën tonë. Paralelisht, një periudhë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet dhe për bashkëpunimet tuaja, si vjet juve duhet të nxirrni nga jeta juaj persona toksik dhe të gjeni ata që vërtet ju përshtaten, dhe paralelisht të nxirrni në pak gjitha ato talentet që ju keni. Gjatë korikut fokusoni
në aksin familje dhe punë, ndërkohë që qershori është një periudhë shumë e mirë për planet tuaja, por dhe për të udhëtuar dhe në përgjithësi mbështet dëshirat, qëllimet, projektet që ju keni. Kjo në vija të përgjithshme. Kaq ishte për peshore. Do të kalojmë, Kristanti, dhe shenja tjetër e cila është akrepi. Akrepi. Si kemi akrepat në verë dhe në pranverë? Po, akrepi, dhe këtë do të ndajmë një qik në faza dhe në periudha, një periudhë shumë e mirë për marrëdhëniet dhe për bashkëpunimet tuaja, kryesisht për ju të lindurit në 5-6 ditët e fundit të shenjës, do të jetë periudha e majt, pra majt dhe në datën 26. Ju jeni në një fazë ndryshimesh. Të përpiqeni që këto ndryshimet të përshtaten dhe të përputhen komplet me synimet që ju keni. Pas datës 26 maj të fokusoheni më tepër në sferën financiare, në sferën financiare që ka të bëjë me të tjerët, ku do të gjeni mbështetje nga të tjerët, por paralelisht do t'ju preokupojnë dhe investimet. Ju të lindurit në ditët e para fare, jeni për para ndryshimeve. Këto ndryshime mund t'i provokoni ju vetë, por këto ndryshime mund të vinë si pasoj e ndryshime, mund të ndryshoni atë dhe mund të ndryshoni shtëpi, mund të keni disa probleme në familjen tuaj, mund të keni një përgjegjësi më të madhe nga ne prindërve, të cilët ty të udhëheqin në ndryshime. Gjithsesi, si ju të lindurit në ditët e para ku jeni në një fazë që do mbyllni një kapitull për të hapur një kapitull të ri, por dhe ju në 10 ditë të lindur në 10 ditëshin e tretë, jeni në një fazë ku gjendeni përpara ndryshimeve. Në qershor ka shumë rëndësi për ditëshmëria juaj, pra përvishuni punës dhe tregoni aftësitë tuaja, ndërkohë që koriku është një muaj favorizues dhe një muaj shumë erotik për ju, mjaft që ju të perceptoni sa më saktë gjërat. Ndërkohë që gushti është një muaj me kërkesa shumë të larta dhe me një hënë të plotë e cila do bëhet në datën 19 gusht, ju sjell përpara ndryshimeve në akset kryesore të jetës tuaj, të cilat ato ndryshime mund t'i merrni ju si iniciativë, por mund të vinë dhe si rezultat të faktorëve të jashtëm dhe mund të jenë ndryshime që kanë të bëjnë me punën tuaj dhe kanë të bëjnë në fushën profesionale dhe në lidhje me aksin familje dhe punë, jetë sociale. Kemi mbërritur tek shenja e shigjetarit. U lodhe Kristanti? Jo, fare. Shiko, unë jam shumë e pasionuar pas astrologjisë dhe unë nuk e nisë astrologjin që të bëhesh astrologe. Unë kur futem në mësim haroj të dalë. Jam kaq e pasionuar, zhytem aty, që e ka mësimin 6:30, 9:30 dhe dalë në 10:15. Sepse Kristanti përveç astrologjisë është dhe mësuese... Kur flas për mësim astrologjik. Qartë, po përveç astrologjisë, thash, jep mësim dhe frëngjisht. Le ta themi këtë. Po, dhe jap dhe mësime private frëngjishte në Greqi, tek nxënësit që marrin dhe diplomat. Qartë, e thash për informacion, po do të flasim pasi të mbarojmë shenjat. Vazhdojmë parë me shigjetarin? Po, vazhdojmë me shigjetarin. Harova të theksoj në fillim të emisionit që jeni dhe ju një nga më të favorizuarit e verës, shigjetari, për arsye se Jupiteri kalon përballë tyre, po ju duhet keni akoma më parasysh këtë parimin që thash që Jupiteri siguron sasin, por jo cilësin. Deri në pjesën më të madhe, dhe në fund të majt, po thuajse dhe në datën 26, fokusoni në përditshmërinë tuaj, në ndryshime që ju doni të bëni në punë, kryesisht ju që keni biznesin tuaj, ta përforconi, ta përmirësoni atë dhe të zgjeroni klientelën, ndërkohë që pas datës 27 fillon një periudhë unike shumë e mirë për marrëdhëniet dhe për bashkëpunimet tuaja, e cila do të zgjas pothuajse për një vit. Njëkohësisht, kjo gjithë maj, por dhe një pjesë e mirë e qershorit,
do të jetë shumë rezultative për marrëdhëniet tuaja profesionale, për planet që ju keni në lidhje me të ardhmen, për bashkëpunimet tuaja, kështu që duhet të përfitoni prej kësaj periudhe. Kujdes me një hënë të re cila bëhet në datën 6 qershor, pasi aty mund të keni fillime të reja të cilat do të bëhen përmes spastrimeve që ju do të bëni në marrëdhëniet dhe në bashkëpunimet tuaja. Duhet të jeni më të fokusuar në probleme që mund të lindin në familjen tuaj, që mund të lindin si rezultate një përgjegjësie më të madhe që ju mund të keni ndaj prindërve tuaj ose nga pjesëtarë të tjerë të familjes. Përfitoni ju të lindurit në nëntor dhe ju të lindurit në fillim të dhjetorit, të cilët jeni çliruar nga ato prangat e Saturnit, siç tham, kështu që në çdo drejtim tani keni mundësi të përfitoni. Ndërkohë, më të kujdesshëm ju të lindurit në 10 ditëshin e 2 të shenjës, që duhet të ngrini barën e përgjegjësisë, duhet të jeni më të disiplinuar dhe më të fokusuar në organizimin e të gjitha atyre që ju doni të realizoni. Shumë të kujdesshëm, ju të lindurit në 3-4 ditët e fundit të shenjës, ju jeni njerëz që ndërmerrni dhe iniciativa të mëdha financiare, pra ju pëlqen që të realizoni investime, të keni biznesin tuaj, ju të jeni shumë të kujdesshëm në iniciativat që do të merrni, çfarë hapjesh do të bëni, sepse të qëndroni sa më afër realitetin me qëllim që gabimet të evitoni se do të gjeni përpara në pranverën e 2025 dhe në pranverën e 2026. Kaq kishim për shenjën e shigjetarit. Kalojmë tek Bricjapi mos gaboj? Kalojmë tek Bricjapi. Në rregull isha. Po. Një periudhë shumë e mirë për ju, madje do të thoshja që deri tani ishit nga më të favorizuarit dhe vazhdoni të jeni të favorizuar në këtë moment ju të lindurit në 5-6 ditët e fundit të shenjës. Ju të lindurit në ditën e fundit të shenjës jeni akoma përpara disa ndryshimeve rrënjësore që do të bëhen në jetën tuaj. Pra maj është një periudhë shumë e mirë për ju, një periudhë për jetën tuaj erotike, për projektet tuaja, për çështjet që kanë të bëjnë lidhur me planet që keni për fëmijët. Ndërkohë që më pas koriku sidomos fokusoni në probleme që kanë të bëjnë me veten tuaj, me jetën tuaj dhe me marrëdhëniet tuaja. Madje atje tek ju në aksin tuaj gafore Bricjap bëhen 2 hëna të plota. Në të dyja duhet keni kujdes, pra dhe në hënën e plot që bëhet në datën 22 qershor dhe atë që bëhet në datën 22-23 korrik, ku më të ndikuar jeni ju të lindurit në ditën e parë, në ditët e para të shenjës, të cilët avash duhet të ambientojni me këtë prati përshtatni gjërat sa më afër realitetit, po dhe ju të lindurit në ditën e fundit ku jeni përpara ndryshimeve thelbësore dhe ju njëkohësisht duhet të shikoni gjërat sa më realisht. Ndërkohë që me një hënë të re e cila bëhet në datën 6 korrik, mund të përforconi marrëdhëniet tuaja, mund të përforconi arritjet tuaja dhe planet që keni për të realizuar. Shumë të fokusuar të jeni në sferën ekonomike, pasi Plutoni i cili kalon në shtëpinë tuaj të dytë, do të sjellë ndryshime thelbësore. Sa më të kujdesshëm dhe sa më do më thënë të bëni mira ato lëvizjet që doni në sferën financiare, aq më mirë do t'i përballoni vështirësit më pas. Kjo ka vlerë veçanërisht për ju që keni ascendentin Bricjap. Të kalojmë tek Ujori. Po si është shenja Ujorit për pranverën dhe për verën? Ujori është një nga protagonistët e vitit, pasi Plutoni kaloi në shenjën e tij, kështu që është një periudhë ku do të zgjas 20 vjet Plutoni do të qëndrojë atje. Ata janë përpara ndryshimeve thelbësore, më të ndikuar janë ata të lindurit në
ditët e para të shenjës dhe sidomos fundi i majit dhe fillimi i qershorit atyre datës 3 qershor, ku ju që jeni të lindurit në ditët e para do të keni shanse për të bërë disa ndryshime shumë të mira në jetën tuaj, edhe pse për disa këto ndryshime mund të bëjnë si rezultat i faktorëve të jashtëm, do me thonë, mund të kemi disa ndryshime që nuk i dua ndoshta, por do të shikoj që më vonë këto ndryshime më çojnë në një pozitë më të mirë për... Janë të dobishme për shenjën e ujorit. Paralelisht, ujori, periudhë shumë e rëndësishme është që nga 26 maj e tutje, pasi Jupiteri i cili kalon dhe në shtëpinë e tij të 5, që është shtëpia e ujori binjakët, shtëpia e tij e 5, se dua të bëj dhe planet e hartës. Duhet i lidhër se kaq njohuri sa keni ju për yje tani. Dhe mund të gatroheni ndonjëherë. Po, patjetër. Po, Jupiteri kalon në shtëpinë tuaj të 5, pra jeta juaj erotike, dashuria, krijimtaria, çështje që kanë të bëjnë me fëmijë, të gjitha këto favorizojnë dhe gjatë muajit qershor, ndërkohë që në gusht përqendrohuni në bashkëpunimet tuaja, përqendrohuni në marrëdhëniet tuaja dhe më të kujdesshëm në ndryshimet që do të bëni ju të lindurit në 10 ditëshin e 3 të shenjës. Dhe kujdes veçanërisht me një hënë të plot e cila bëhet aty në datën 19. Paralelisht, keni përpara mundësinë të bëni ndryshime në lidhje me pronën tuaj, të përfitoni prej pronës dhe këto që kanë të bëjnë investimet në lidhje me pronën, pra shitje, blerje dhe shfrytëzim sa më të mirë të pronës tuaj, kjo kryesisht në muajin maj, por dhe më pas. Mos u qani ju të shenjës së ujorit se qënë keni mirë, si në pranverë ashtu dhe në verë. Shiko, ujori me gjërat vogla, si çdo shenjë tjetër, po protagonistat. Po, ujori është një nga shenjat që ju pëlqejnë ndryshimet. Është gjë e zgjuar, din të përshtaten, u pëlqen dhe teknologjia dhe kalimi Plutonit e shenjë tyre sjell zhvillimet mëdha teknologjike dhe ata jam e bindur që do përshtaten shumë mirë. Qartë. Jemi tek shenja e fundit e horoskopit, peshqit. Po, peshqit duhet të fokusohen të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës, sapo janë akoma në ato fazat me të Saturnit, po avash i kanë kaluar ato pengesat, do të fokusohen më tepër në aksin familje, por dhe jetë sociale, fusha profesionale, ju të lindurit në 10 ditëshin e parë të shenjës, pra të lindurit të shkurtit dhe në fillim të marsit, mund të mirni të shpërbleni për punën që keni bërë, por dhe të çoni marrëdhëniet tuaja në një fazë tjetër, pra më të përforcuar. Dhe këto vendime është në dorën tuaj, ju mund t'i mirni vetë. Do të keni mbështetjen e njerëzve të familjes, disa nga ju mund të krijoni folen tuaj, më të kujdesshëm ju të lindurit në 10 ditëshin e 2 të shenjës, të jeni të disiplinuar, më të ndërgjegjshëm punëtor, të ndërgjegjësoheni për disa gjëra dhe doni apo nuk doni do ndërgjegjësoheni, ndërkohë që ju të lindurit në 10 ditëshin e 3 do të jeni shumë ëndërrimtar dhe në qoftë se pasi ju keni shumë artist në shenjën tuaj, ju që jeni poet, jeni artist, jeni këngëtar, jeni kompozoni muzik, është një periudhë shumë frymëzuese për ju, sidomos koriku dhe sidomos ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, ku mund të nxjerrni një vepër ose një diçka artistike që do të ketë shumë frymëzim në pah. E ngarkuar do të jetë qershori dhe me përgjegjësi, me probleme në punë ose në familje, periudhë shumë e mirë do të jetë koriku dhe maj gjithashtu një periudhë shumë e mirë, ku mbështeten qëllimet, synimet tuaja nga miqt dhe nga njerëzit e afërm të rrethit tuaj.
Këto në vija të përgjithshme. Kjo ishte pak a shumë një rezume e të gjitha shenjave të horoskopit për periudhën pranver-ver 2024. Unë ju uroj të gjitha shenjave fat të mbar këtë vit. Zonja Kristante, unë të falenderoj shumë, e shijova shumë horoskopin thënë nga ju, edhe për eksperiencën që ju keni, por sigurisht e falenderoj edhe për dëshirën që patët për të qenë bashkë me mua në Një Gotë Roze. Kënaqësia ime ishte më e madhe se sa juaja ndoshta. Tyrt e Një Gotë Roze janë të hapur në sezonin e ri kur ne të rifillojmë pas pushimeve të verës dhe pas parashikimeve tuaja për shenjat gjatë periudhës së pranverës dhe të verës në Patjetër, kënaqësi. Në sezonin e dytë ju pres dhe një herë të na jepni parashikimet. Dhe ndoshta do t'i bëjmë pak më të mbledhura, megjithëse është shumë vështirë të përshkruash në një minutazh të shkurtër gjithë periudhën. Kështu që u përpoqja të qëndroja dhe të fokusohesha në pikat kryesore. Po nuk e vë në dyshim që të gjithë ata që duan dhe janë të apasionuar pas yjeve horoskopit të kanë dëgjuar të gjithë sy e vesh. Faleminderit që ishit me mua sot në Një Gotë Roze. Fatë mbar për të gjithë, kalofshi bukur, ju kam zemër. Një Gotë Roze, të pim Një Gotë Roze. Në Një Gotë Roze. Në Një Gotë Roze. Dy Gotë Roze. Një 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 Gotë Roze. Në Një Gotë Roze. Një Gotë Roze. Në Një Gotë Roze. Në Një Gotë Roze me Roza Merati.